Shumë njerëz që zhduken, përfundimisht shpallen të vdekur në mungesë, por e thana dhe datat e vdekjes së tyre mbeten një mister. Disa nga këta njerëz ndoshta ju nënshtruan zhdukjes së detyruar, por në disa raste informacioni për fatet e tyre të mëvonshme është i pamjaftueshëm. Shumë gjëra që kanë ndodhur në të kaluarën janë mbuluar nga misteret, duke krijuar kështu një terren të përshtatshëm për zhvillimin e legjendave të ndryshme urbane, që janë shumë të frikshme. Misteri i ratisjes më të bujshme të gjitha kohërave nga burgu më i sigurt në botë, Alcatraz. Përpara se të fillojnë ti e personi dur dhe ke ardhur në vendin e dur, bëj subscribe sepse duke abonuar në kanalin tonë dhe duke parë video tona, ti do të shkëputesh nga rutina e përditshme, do largosh stresin, do mbushesh me energji pozitive dhe do marrësh tonelata informacionesh të dobishme. Abonohu në kanalin tonë, është falas, nuk të vjen më kjo mundësi. Gjithashtu na ndiqni në rrjetet tona sociale si Instagram, Facebook dhe TikTok. Në kulmin e tij, ai ishte burgu i sigurisë maksimale, i vendosur në një ishull të vetmuar në mes të gjirit të San Franciscos. Alcatraz, i njohur ndryshe si ishulli i diellit, mbante kriminalët më të rrezikshëm të Amerikës. Kulmi i një lufte të madhe kundër krimit dhe bëri që Alcatraz të rifortifikoheshe dhe të kthehej në burgun më të sigurt në botë. Të burgosurit e saj eventual